i braktisur fëmijët, për kam përjetuar një dhimbje shumë të madhe dhe kur isha tash fëmijët e mi e mendoj, çka bëjnë ato pa mu, çka bëjnë ato fëmijë sot pa nanën, po edhe ajo nana si rim pa ato fëmijë, kjo e ka bëu vetëm për shkak të gjendjes tepër të rëndë të dhunës së ushtruar nga bashkëshorti dhe vjera, sa keq këto raste të veçanta më lënë një ndjesi shumë të keqe dhe më krijojnë kështu trauma, tentoj të shkoj në psikolog pak problem për shkak të kohës, po bëj diçka që ta kaloj nga kjo gjendje, i marr fëmijët në mbrëmje edhe dal eci në këmbë, vishemi trash edhe ecim, atje ka disa rrugë që janë të frekuentuara me njerëz, edhe kur më shohin në teton më thonë... Kështu po e vrej Liridora që e ki një dëmshuri shumë të madhe ndaj njerëzve. Ka vjen kjo? Mendoj se cili njeri që është njeri duhet të ketë atë empatin të ndjej për dhimbjen e tjetrit. Kur ke instrumentet në dorë... Ka të bëjnë të me ndonjë traum të ndë nga kaluara, ki pas ndonjë fëmirimet vështirë, ndonjë padrejtësi? Sigurisht ka diçka që kam parë diçka që më ka bërë të kem revolt të tillë, por ndoshta në këtë moment nuk do të kisha dashur që ta komunikoj. Kur më shohin në rrugë më thonë... Shumë hermetike për gjërat private, por një këse shumë e hapër për të zbarë shumë lajme të tjera, shumë gjarje, i qatë në dritë. Po kur vjen puna të Liridona, atë pysin, a je mirë Liridon? Po, shumë gra, vajza, shumë njerëz më pysin, ti a je mirë? Po, më thonë, ka shumë biznese në Tetov që bëjnë masazhe, tretmane, më shkruajnë mesazhe, eja Liridona se po dukesh e ngarkuar nga sytë, eja po dukesh në fytyrë keq, eja... Ngarkojnë komentet negative se nuk është që merr vetëm pozitive, kompanje plaseme dhe një gjuhë shumë të ashpër ndaj teje në rrjetet sociale. Nuk më shqetëson as pak. Më kishte shqetësuar, do të kisha ngelur as kundi. Si të shqetësohem unë për një koment negativ që nuk ka autor? Si të shqetësohem? Nuk mund të shqetësohem. Unë nuk kam as një lloj problemi me një njeri të frustruar i cili dëshiron ta vjellë vrerin në platformën time, në imazhin tim. Unë e kuptoj shumë mirë që për një pjesë të vajzave dhe grave, pa dashur të jenë prepotente, mund të jetë ëndër liria që e kam unë me bashkëshortin tim për punën që bëj. Nuk është Kosova, ti është Maqedoni, më kuptoni. Mënyra e jetesës, liria për t'i thënë gjërat hapur, pavarësia ime që kam, dhe përsëri kam një familje të shëndosh me 2 fëmijë. Me qemi këtu një rast të cilën e ki hap edhe në rrjetet sociale është gjatë periudhës që vajza jote ka qenë në spital në Tetov. E në ngjarje e cila prekur shumë njerëz. Po, imagjinojeni çfarë t'ju tham tash. Ajo ngjarje ka ndodhur në nëntor, 17 nëntor 2023. Po. Ende sot jam në gjykim me atë mjeke. Ende sot jam në gjykim. Është marrë vendimi ende? Jo. Shifeni tani çfarë sistemi i korruptuar i gjykatës në Tetov. Gjykatësi nuk e pranon provën se kjo mjeke ka qenë e dënuar nga spitali për mosdhënien e ndihmës shëndetësore të një fëmiu. Kjo foshnje në 1 vjet. Ne kemi hyrë në gjykim, muajin e kaluar, dje kam qenë në ditën tjetër të gjykimit, edhe gjykatësi nuk e pranon si provë. Jo, nuk e pranoj, avokati im u revoltua shumë dhe kërkoi që të largohet gjykatësi dhe prokurori për shkak se ka një konflikt interesi. Imagjinojeni, për mosdhënien e ndihmës shëndetësore të një fëmije të vogël, i cila me çdo nen në kushtetut në bazë të etikës